Gjatë vitit 2025 në emergjencën e spitalit të përgjithshëm Isa Greza në Gjakov janë ofruar shërbime të shumta mjekësore për një numër të madh pacientësh, duke u përballur me raste urgjente të natyrave të ndryshme. Ushtruesi i detyrës së shefit të emergjencës Dr. Ilir Hasanaj tha se gjatë kësaj periudhe janë realizuar gjithsej 22.371 vizita mjekësore, ndërsa janë ofruar edhe 4.544 konsulta mjekësore. Po, gjatë vitit 2025, në emergjenca ka qenë bege ngarkume me raste, gjithsej kemi pas dikun 22.371 raste në spitalin e Gjakovës. Prej tyre janë realizu 4.544 konsulta. Prej këtyre pacientave 2.741 raste janë pranuar për trajtim me temë në spital, ndërsa 160 janë transferuar për trajtim specializuar në QKUK. Ai bëri të ditur se numri i madh i rasteve ka qenë i lidhur edhe me lëndime, plagosje dhe raste të tjera urgjente. Ky është një raport mjaft i ngarkuar, që ka dhënë diku 60 mesatarisht pacientë të ndikën vizitu. Ma shqetësuese për këtyre rasteve kanë qenë aksidentet, lëndimet në punë, për cilave kemi pas 1183 raste, kemi pas 253 rraje, 20 therje, 39 raste që kanë qenë dhunë familje, 23 tentimvrasje dhe 4 raste plagosje me armë zjarri. Sipas specialistit Hasanaj, ky raport pasqyron qartë ngarkesën e lartë të punës në emergjencë gjatë vitit 2025, si dhe përkushtimin profesional të stafit shëndetësor në ofrimin e shërbimeve të pandërprera, cilësore dhe në kohë për qytetarët.